Përshëndetje të dashur miqtë e mi, tani po vim me rrëfimin e një gruas së nderuar nga Tetova, e cila mu lut që t'ja rrëfej jetën e saj, t'ja tregoj dhimbjen e madhe që ka kaluar, t'ja tregoj trishtimin, besimin që ka patur te bashkëshorti, tradhtin që ja ka bërë bashkëshorti me një femër që kanë patur afrimitet të madh familjar, do me thënë, buri i zonjës ka qenë mik i afër i bashkëshortit të gruas me cilën ka tradhtuar gruan e vet. Rrëfimi fillon kështu. U rita në Tetov, një qytet që gjithmonë e kam quajtur zemra ime. Aty linda, aty u dashurova dhe aty besova për herë të parë se jeta ishte ndërtuar mbi njerëz të mirë. Dhe ndoshta për këtë arsye, dhimbja ime sot është kaq e rëndë. Sepse tradhtia erdhi nga dy njerëz që kur nuk i kisha imagjinuar si armiqtë të shpirtit tim. Unë dhe buri im ishim bashkë prej 9 vitesh. Një dashuri që e ndërtuam me sakrifica, me net pa gjumë, me ëndra për të ardhmen. Ai punonte në një kompani të madhe dhe gjithmonë më fliste për kolegët e tij. Por më foli edhe një ditë për një kolegen e vet, të cilën filloi ta përmendeni çik si shpesh. Më thoshte që është vajzë shumë e mirë, është e edukuar, është e ëmbël, mos u mërzit se ajo është si një motor për mua. Dhe unë e besoja. E besova aq shumë sa madje u afrova edhe me familjen e saj. Bashkëshorti i saj është një njeri mirë, i qetë, i buzëqeshur. Ne shpesh dilnim të çifte bashk, bënim darka, festonim ditëlindje, qeshnim, bënim plane për pushime. Dhe dini se çfarë ishte ironia, se unë burin e saj me të vërtetë e thrisja vëlla. Ashtu siç thoshte buri im për gruan e tij. Nuk e dija se pas buzëqeshjeve të fshehta të tyre, ekzistonte një tradhti që kishte filluar me muaj të tërë. Fillova t'i shoh ndryshimet tek buri im. Telefonin e mbante gjithmonë me ekranin poshtë. Në darkë papritur i duhej që të dilte për ndonjë punë urgjente. Filloi të përdorte një parfum që kur nuk e kishte përdorur më parë. Edhe rrobat i ndroi. Nuk ishte më i njëjti njeri që unë e njihja. E pyeta disa herë, a ka diçka që po më fshe? Ai buzëqeshte dhe më thoshte me ton të butë, ke filluar të bëhesh xheloze kot. Jam në strese prej punës, moj. Unë heshtja, por brenda meje diçka po më ngjiste. Instikti një gruaje që kur nuk ka bon. Një ditë ai më tha se do të shkonte në një seminar 2 ditor me punë. Unë e mora normalisht, por atë natë buri i saj më shkruajti. Si kalove, ku e ke burin? Thash, e di që është me ju. Ajo fjalë më ngriti trupin dhe drithërim. Pse po gënjenin? Pse të dy do me thënë kishin bërë të njëjtën lojë? Sytë më mbushën me lotë, por duhej ta zbuloja. Aty filloi fundi i botës time. Të nesërmen mora makinën dhe u nisa drejt qytetit të Ohrit, në hotelin se ku dishoja se ishin. Buri i saj erdhi me mua dhe u futëm të dy si të humbur, me zemrat që na rihnin si të çmendura. Dhe ajo që unë e pash më shkatroi krejt. Buri im dhe ajo që ai e quante si motër ishin ulur në barin e hotelit, të kapur për dore, të qeshur, të lumtur. Madje kishin bllokuar edhe një dhomë bashkë. Kishin sjell valixhe,
veshje verore, madje edhe syze dielli për pushimet e tyre sekrete. Më iku toka ndër këmbë, zëri mu drit, gati sa s'më doli fare. I thash pse? Pse ma bëre këtë gjë? Ai u ngrit në këmbë, u zbe dhe nuk nxori asnjë fjalë, ndërsa ajo e uli kokën si një fëmijë kapur në faj. Por më i lënduari për të gjithë këtyre ishte burri i saj. S'kisha pa burr t'i mbushen syt me lot. Kjo i tha Jeti. Ai e mbaj mend që e shikoi për një sekondë dhe tha fjalin më të ftohtë që kam dëgjuar ndonjëherë. S'të dua më. Është natë feri kjo me ty. Unë ndjeva si të më kishin zhveshur shpirtin, si të më kishin hedhur në det gjatë dimrit, pa ajër, pa dritë, pa shpresë. Njerëzit që i besoja më shumë se kujtdo, më kishin tradhtuar. Në kthim, në makinë, burri i saj qante si fëmijë. Unë s'kisha më lotët më ishin tharë. Vetëm sytë më shikonin bosh drejt rrugës, drejt një jete që papritur nuk kishte më kuptim. Atë natë nuk fjeta. Ai u kthye në shtëpi dhe filloi që të lutej. Të kërkonte falje, të betohej se ishte gabim. Por fjala e tij s'kishte më peshë. Unë nuk mund të besoja më asnjë frym që i dilte prej gojës së tij. E gjitha veten duke menduar. Sa herë kanë qeshur pas shpinës time, sa herë kanë planifikuar ikje. Ndërkohë që unë i besoja, sa herë e ka puth, ndërkohë që më thoshte mua natën e mirë. Unë nda prej meje edhe pse ai kërkoi që të mbeteshim bashkë. Por çfarë kuptimi kishte një martesë e ndërtuar mbi gënjeshtra, mbi mashtrim edhe mbi turpe. Të ditë shiftet u thyen, familjet u tronditën dhe miqësitë u shkatëruan. Por dhimbja ime vazhdon edhe në ditën e sotme, edhe tani kur unë flas. Sepse më tradhtuan dy njerëz që i quaja familje, sepse më dogji ideja se dikush që e shihja si motër, më pa çdo ditë në sy dhe prapë vazhdoi. Gratë shpesh heshtin, mbajnë dhimbjen brenda. Falim shumë, besojmë shumë dhe shpesh gabojmë shumë. Unë dua t'u them grave, nga Tetova dhe nga çdo qytet tjetër, mos e injoroni instiktin, mos e ulni veten për askënd dhe mos lejoni askënd të luajë me zemrën tuaj. Sot jam më e fortë, jam më e qetë. Dhimbja nuk ka ikur, por më ka bërë njeri tjetër. Më ka mësuar se tradhtia nuk është dështimi yt, por i atij që nuk dinte ta vlerësonte dashurinë që t'i ja fale. E mbylla një kapitull që dheu që më dhëmbi shumë. Por po hap një të ri me veten time, pa gënjeshtra, pa mashtrime dhe pa dhimbje. Ndonjëherë humbja e një njeriu të gabuar është fitoria më e madhe e jetës së tij. Në fakt unë gjithmonë kam qenë pro familjes, gjithmonë kam qenë pro lumturisë familjes, të investojmë në familjen tradicionale, të duam ato që kemi, të respektojmë ato që kemi, sepse nuk ka më bukur se sa jeta, nuk ka më bukur sa familja, nuk ka më bukur se sa të shikojmë lumturinë e njëri tjetrit në sy.